Mjeku jep urdhër, mos konsumoni qep nëse vuani nga këto sëmundje, edhe pse është ndër perimet më dobiprurse për shëndetin. Konsumi i qepës, ndërkohë që trajtoheni me medikamente të caktuara, mund të krijojë probleme serioze me shëndetin tuaj. Andaj, në këto raste, ju duhet të tregojeni më të vëmendshëm me konsumin e qepës, për të evituar komplikacione dhe për të mos ndikuar negativisht në shëndetin tuaj të përgjithshëm. Ekspertët kanë renditur rastet kur nuk duhet të kombinoni qepën në shëndetin tuaj pasi mund të ndikojë negativisht në çështjet tuaja shëndetësore dhe t'i përkeqësojë ato. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse merrni aspirina, ajo mund të kundërveprojë me qepën nëse i konsumoni në të njëjtën kohë. Disa njerëz janë alergjik ndaj konsumit të qepës. Aspirina mund të rrisë edhe më shumë ndjeshmërinë ndaj qepës dhe tashmë mund të krijojë edhe alergji më të mëdha. Për të qenë të sigurt, shmangni përdorimin njëkohësisht të aspirinës dhe të qepës, për të evituar kështu ndikime negative të tyre dhe kundërveprimet me njëra tjetrën. Litiumi mund të kundërveprojë gjithashtu me konsumin e qepës. Qepa mund të ketë efekte diuretike, prandaj mund të pengojë nxjerrjen jashtë të trupit të litiumit. Diuretikët mundet që ta rrisin edhe nivelin e sodiumit për të nxjerrë nga trupi nëpërmjet urinës, si thonë alkaline. Nga ana tjetër, ulja e niveleve të sodiumit në trup çon në rritjen e litiumit, duke rritur kështu efektet anësore të litiumit. Ky ilaç mund të përkeqësojë trajtimin e çrregullimeve bipolare, epilepsinë, depresionin e të tjera. Prandaj, nëse merrni atë në të njëjtën kohë me qepën, përgatituni për efekte negative të tij në shëndetin tuaj dhe krijimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Nëse merrni ilaçe për diabetin, mos e konsumoni qepën në të njëjtën kohë. Qepa mund të ulë nivelet e sheqerit në trupin tuaj. Ilaçet për diabetin përdoren gjithashtu për uljen e niveleve të sheqerit në gjak. Duke konsumuar qepën së bashku me ilaçet për diabetin, mund të shkaktojë gjithashtu edhe një rënje të papritur të niveleve më shumë se sa duhet. Monitoroni me kujdes sheqerin në gjak. Mund të jetë e nevojshme që të ndryshoni dozën e medikamenteve për diabetin, por gjithmonë konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar komplikacione dhe për të marrë gjithashtu ushqyesit e duhur në rastin tuaj specifik. Nëse jeni duke marrë ilaçe që ngadalësojnë mpikjen e gjakut, mund të kundërveprojnë me qepën dhe në këto raste duhet të jeni më të kujdesshëm me përdorimin e tyre për të evituar kundërindikimet me njëra tjetrën. Qepa mund të ngadalësojë mpikjen tuaj të gjakut. Duke marrë ilaçe së bashku me qepën, do të ngadalësoni mpikjen e gjakut më shumë se sa duhet dhe mund të rriten gjithashtu rastet për të pësuar hemoragji të ndryshme. Ndaj në këto raste, nëse jeni duke marrë medikamente për mpikjen e gjakut, duhet të evitoni konsumin e qepës në të njëjtën kohë, pasi mund të kundërveprojë me shëndetin tuaj dhe të shkaktojë edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Qepa është disi e sigurt kur merret nga goja në sasi që gjendet zakonisht te ushqimet ose aplikohet ekstrakti i qepës në lëkurë. Ekstrakti i qepës është ndoshta i sigurt për shumicën e njerëzve, por kur konsumohet si ushqim, përdorimi i saj rreth 40 mg ekstrakt qepe në ditë mund të ndikojë gjithashtu në përkeqësimin e shëndetit tuaj dhe të krijojë gjithashtu komplikacione të njëpasnjëshme. Merrni masat paraprake në ngadalësimin e këtyre komplikacioneve. Gratë shtatzana dhe ato që kanë fëmijë në gjë duhet të jenë më të kujdesshme me përdorimin e qepës në shëndetin e tyre. Nuk mjafton vetëm informacionet bazë, por qepa mund të kundërveprojë me medikamentet që mund të merrni gjatë shtatzanisë ose gjatë ushqyerjes me gjë. Në këto raste, ekspertët këshillojnë të mos e teproni me qepën, pasi mund të kundërveprojë në shëndetin tuaj dhe të krijojë komplikacione. Nëse keni çrregullime të gjakut dhe merrni medikamente, tregohuni të kujdesshëm me përdorimin e qepës. Qepa mund të ngadalësojë mpikjen e gjakut. Qepa mund të rrisë riskun për gjakderdhje kur merret si ilaç. Mos përdorni ekstraktin e qepës nëse keni çrregullime të gjakderdhjes.
Nëse keni alergji të ndryshme ndaj disa ushqimeve, tregoni të kujdesshëm me qepën. Njerëzit që kanë alergji ndaj selinos ose artemisës mund të jenë gjithashtu alergjik ndaj qepës. Mos e përdorni ilaçet mjekësore në të njëjtën kohë nëse keni këto alergji, citon Healthline. Personat të cilët të vuajnë nga diabeti dhe përdorin qepën në dietën e tyre, në këto raste duhet të tregojeni të kujdesshëm pasi mund të kundërveprojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj. Ekspertët tregojnë se kjo është mënyra më e mirë për të mbajtur shëndetin nën kontroll dhe për të evituar kështu komplikacionet që i kanosen atij. Nëse keni çrregullime të tretjes, tregoni të kujdesshëm me qepën. Qepa i përkeçon edhe më shumë simptomat e çrregullimeve të tretjes. Mos konsumoni qep në sasi të madhe nëse i keni këto probleme, citon Healthline, pasi mund të kundërveprojë në shëndetin tuaj dhe të krijojë gjithashtu probleme të njëpasnjëshme. Qepa nuk duhet të konsumohet përpara një operacioni. Qepa mund të ngadalësojë kështu mpiksin e gjakut dhe të ulë nivelin e sheqerit në gjak. Një teori thotë se qepa mund të rrisë riskun për gjakderdhje ose ndërhyrje të kontrolli për sheqerin në gjak dhe më pas të procedurat pas operacionit. Mos e përdorni qepën si ilaç të paktën 2 javë përpara një operacioni të programuar, citon Healthline, në mënyrë që ajo të mos kundërveprojë në shëndetin tuaj dhe të krijojë gjithashtu edhe komplikacione të njëpasnjëshme. Qepa është e mirë për shëndetin për sa kohë konsumohet brenda rekomandimeve të caktuara dhe asesi në norma tepër të mëdha. Ndërperimet më të përdorura të kuzhinës janë sigurisht qepët, të cilat megjithatë nëse konsumohen me tepëricë dhe në veçanti të papërpunuara mund të shkaktojnë disa efekte anësore të bezdisshme, duke përfshirë alergjitë dhe urthin. Këto janë disa nga efektet kryesore të konsumit të qepëve. Ato mund të sjellin erën e keqe të gojës. Era e keqe e gojës është një nga problemet më të njohura që lidhet me konsumin e qepëve. Mund të nxisin gjithashtu reaksione alergjike. Qepët mund të rrisin reaksionet alergjike ndaj grupit Liliaceae, familjes në të cilën bëjnë pjesë hudhrat, shparagut dhe preshi. Qepa e tepërt në organizmin tuaj mund të nxjisë edhe problemet e urthit. Konsumi i tepërt i qepëve mund të shkaktojë urth dhe refluks gastrik. Njerëzit që kanë një zorë veçanërisht të ndjeshme duhet të shmangin qepën ose të paktën të kufizojnë në konsumin e tyre. Qepa e tepërt mund të krijojë djegje të syve. Ky efekt është për shkak të metabolitit të sqofurit që gjendet brenda qepës, i cili lirohet kur muret e saj qelizore thyhen. Metaboliti i sqofurit arrin në sy duke shkatruar irritimet dhe lotët. Megjithatë, mund të rregullohet kjo duke përdorur një thikë shumë mprehtë gjatë çrrimit të qepës. Nëse vuani nga zora e irrituar, tregoni më të kujdesshëm me përdorimin e qepëve. Ushqimet e vështira për t'u tretur mund të çojnë në sindromen e zorrës së irrituar. Qepat i përkasin familjes së grupit të ushqimeve të quajtur akrominim, pra përmbajnë një grup molekulash problematike përgjegjëse për përthithjen e elementeve ushqyes. Por qepët kanë gjithashtu edhe anën e tyre pozitive. Qepa e kuqe është një produkt që ndikon në mbrojtjen e shëndetit. Duhet të bëni kujdes që gjatë përgatitjes të mos e zieni ose ta piqni më tepër, sepse humbet substancën shëruese. Prandaj pikërisht për këtë arsye duhet të konsumohet e papërpunuar. Ekspertët tregojnë se qepët janë të mira edhe në luftën kundër problemeve të kapsllëkut. Nëse ju mundon kapsllëku, do ju ndihmojnë në fibrat që gjenden te qepa e kuqe. Qepa largon helmet dhe forcon gjithashtu edhe qelizat e ushqimeve. Ekspertët tregojnë se qepa është e mirë kundër infeksioneve në fyt. Nga qepa e kuqe mund të përgatisni një lëng i cili shumë shpejt do të largojë edhe zonën e gripit, ftohjes, dhimbjeve dhe infeksioneve të fytit. Ekspertët e cilësojnë gjithashtu qepën si një nga produktet më fantastike me dobi të mira për mbrojtjen e shëndetit, dhe si e tillë duhet të jetë pjesë përbërëse e dietave tuaja ditore. Kështu në këtë mënyrë qepa do të kthehet një aleat të vërtet të shëndetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Nëse doni të përfitoni në maksimum nga vlerat e saj, përdoreni me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.